Pak ditë më parë, deputeti demokrat Belind Kolliçi ngriti alarmin se tregu mediatik në Shqipëri po kërcënohet nga një monopol i përbindshëm. Në dhjetor të vitit të kaluar është shitur 100%, janë shitur aksionet e Tringut, i ka marrë Devolli Group që zotëron dhe 60% të Digitalbit dhe që ka krijuar një pozicion monopoli në treg që ka 100% të Tringut dhe 60% të Digitalbit dhe këtu nuk flet askush. Dhe këtu autoriteti i konkurrencës nuk bën një hetim të thelluar, tha Kolliçi. Zyrtarisht në qendrën kombëtare të biznesit është pasqyruar vetëm transaksioni për blerjen e Tring, të cilin familja Devolli e kontrollon përmes një kompanie të zotëruar nga një punonjës i saj. Zërat për shitjen e Digitalbit tek i njëjti grup qarkullojnë prej vitesh. Por ky transaksion nuk është zyrtaruar ende, pasi siç tregojnë burime të brendshme deri më tani, familja Devolli ka paguar parat për aksionerët e Digitalbit dhe shumë shpejt pritet që edhe ky transaksion të zyrtarizohet dhe kjo familje të marrë në kontroll paketën majoritare të aksioneve. Përqendrimi i tregut të transmetimeve digjitale në një dorë të vetme do të krijonte një përbindësh mediatik që mund të kthehet lehtësisht kundër interesit publik. Ky është një monopol i cili ka pasoja të rënda jo vetëm në rrafshin ekonomik përmes diktimit të kostove më të larta për qytetarët, por mbi të gjitha dhe në atë të lirisë së mediave dhe informacionet. Aq më tepër kur familja Devolli ka provuar publikisht përmes televizionit të saj se mund të shtremërojë të vërtetën sipas interesit të qeverisë kur manipulon pamjet e pjesëmarrjes së protestës. Devollët janë të mirëpritur të investojnë dhe të bëjnë lirisht biznes në Shqipëri, por ata nuk mund dhe nuk duan lejuar të përdorin fuqinë e biznesit të tyre për të minuar demokracinë. Ndaj, monopoli i tregut të platformave mediatike digjitale duhet ndaluar me çdo kusht si një kërcënim i madh. Barriera e parë që ligji ka vendosur për të mbrojtur interesin publik nga ky kërcënim është autoriteti i konkurrencës. Por nëse autoriteti i konkurrencës tradhton të mirën publike dhe autorizon transaksionin e paligjshëm, atëherë dy gjëra do të duhet të ndodhen. Së pari, ky autorizim dhe vendimarrja e konkurrencës duhet të jenë subjekti i hetimeve të SPAK dhe së dyti revolta dhe zemërimi i qytetarëve që sot është derdhur si asnjëherë më parë në rrugët e Shqipërisë duhet të drejtohet dhe ndaj të ashtu quajturave institucione të pavarura, të cilat tregojnë interesin publik në vendimarrje.